Një sasi e madhe marijuane me peshë totale 215 kg e ndarë në 118 pakosh ka hapur nga policia e Janinës gjatë një operacioni të zhvilluar në aksin kombëtar Janin-Kozan. Sipas autoriteteve greke, efektivët kanë tentuar të dalojnë një automjet privat që drejtohet nga një shtetase shqiptare, por drejtuesja nuk ju bën sinjaleve të policisë dhe u largua me shpejtësi. Dy bashkëpunëtorë të saj, gjithashtu shtetas shqiptar, udhtonin si ekskort me një automjet tjetër përpara saj. Gjatë ndjekjes, shqiptarja ka devijuar nga aksi kryesor, duke kaluar në rrugë dytësore dhe zona të thella të prefekturës së Grevenas në përpjekje për të shmangur kontrolleve. Pas një ndjekje të gjatë, automjeti u ndalua në zonën Vovousës nga forcat e policisë së Janinës. Një tentativë për të shpëtuar arrestimin drejtuesi Ahmetit përplasi 2 herë automjetit zyrtarëve të policisë duke shkaktuar dëme materiale. Gjatë kontrollit të mjetit tip Forestrat, policia konstatoi se brenda ndodhej edhe djali i saj, 2 vjeç e gjys, fakt që ka rënduar më tej pozitën e saj ligjore. Shtetasit shqiptar u arrestuan dhe akuzohen për trafik droge, dhunë ndaj punonjësve të policisë, drejtim të rrezikshëm të mjetit, dëmtim të përsëritur të pronës së tjetrit, si dhe shkelje të legjislacionit për të huaj. Policia ka sekuestruar 2 automjetet e përdorura për transport dhe eskortën, sasinë e marijuanës, 2 tarka greke të gjetura në automjetin e drejtuar nga shqiptarja, si dhe 3 telefona celular. Sipas të dhënave zyrtare që prej muajit shtator, policia greke ka sekuestruar rreth 700 kg marijuanë, për cilët dyshohet se kanë ardhur nga Shqipëria. Rastet janë evidentuar kryesisht në zonën e Igumenicës, si dhe rrugë toksore ashtu dhe detare, si dhe në Janin, Selanik dhe Kostur.